Publicisti dhe shkrimtari Albatros Rexhaj, autori i veprës më të fundit të tij, Zonja Z, për rreth 2 orë u përball me pyetje dhe diskutime të shumta nga lexuesit e tij gjakovar. Sipas tij, takimi me lexues është pjesë e punës së tij dhe këtë bën me kënaqësi. Gjithmonë është kënaqësi e veçantë me ardhe më taku me lexuesit në Gjakov, është sfiduese, mu pëlqen të vi këtu sepse gjithmonë ka shumë pyetje. Edhe rëndom ndodhe që më intrigon më së tepërmi në këtë interakcion me lexues, unë rëndom frymëzohem për projekte tjera dhe për gjëra cilat menoj me i botarë. Siç duket Zonja Z, akoma po i intrigon lexuesit. Mendoj se i intrigon fati i Zës si personazh. Nuk isha me thonë as shumë mesazhi i saj, sepse te mesazhi nuk është që ka diçka të re, po është fati i saj dhe mënyra se si ajo përballet me realitetin. Realiteti në cilin ne jetojmë vazhdon të jetë shumë i egër dhe kjo është e pika e përbashkët. Njerëzit nuk mund të bëjnë paqe me këtë realitet. Edhe kjo është një nga fatkeqësitë që besoj se edhe për një kohë gjatë kam na ndjek neve mbrapa. Qëllimi i veprës është që të shtyjë lexuesit ta kuptojnë dhe interpretojnë në mënyrën siç duan ata vetë. Kjo është e bukur e artit, edhe kjo është një nga ato gjërat që unë i dua, për këtë arsye dhe i baj këto takime sepse i shoh këto shkëndija nga njerëzit, secili e krijon një botë të vetën. Edhe më e bukur është kjo të ke botë intime që secili lexues e krijon pasi ta lexon veprën time. Lexuesit e rinj në veçanti u interesuan për jetën personale të shkrimtarit Rexhaj, për të kaluarën dhe planet e tij për të ardhmen. Bashkëbisedimi me shkrimtarin Rexhaj u mbajt në hapësirat e Kolegjit Universitar Universum.